Të dashur shikues, mirë se po takojmë edhe sonte si çdo të diel me emisionin Shneta, i cili realizohet në bashkëpunim me Spitalin Amerikan. Sonte me mjekun nuk do të flasim në studio, por do të shkojmë në Spitalin Amerikan 1 në Prishtinë, ku kemi realizuar një material bashkë me kirurgun vaskular Elmi Olluri, i cili do të na tregojë më shumë për Eagle Syndrome. Në Spitalin Amerikan 1 në Prishtinë trajtohet Eagle Syndrome, një sindrom e rrallë që shpesh mbetet e pa diagnostikuar. Kirurgu vaskular Elmi Olluri shpjegon se kjo sindrom mund të ndikojë ndjeshëm në cilësinë e jetës së pacientëve. Sot do t'ju shpjegojmë për një sëmundje, në realitet një sindrom, shumë të jo qatë shtrallë. Përpara është mendu që 4% e popullatës botërore vunë, ndërsa në literaturën e fundit, shkrimet e fundit, aja është të ngritë dikun 4 dhe në 7% popullatës botërore vunë për kësaj sindrome. Tash për popullatën edhe për emisionin e juve, duhet një shpjegu çka është sindroma, është sëmundje. Sindroma është një grumbull shenjash, një grumbull simptomesh, që shfaqen zbashku, pa shkaktar të njohur. Ndërsa sëmundja dihet shkaktari sakt, kush e ka shkaktuar sëmundjen. Qofse futemi pak në histori, Eagle Syndromin e ka përshkruar për herë të parë doktor Vat W. Eagle. Domethënë nuk përkthehet bukfalisht sindroma shqiponis në gjuhën shqipe, mirë po është sëmundje sipas autorit, i cili ka përshkruar në vitin 1937. Ai ka qenë një mjek i fytit, mjek i urolës, dhe pas tonzilektomisë, domethënë pas hjekjes së bajamo, kur i ka marrë pacient mas disa viteve në kontroll, ata janë anku për dhimbje fyti, dhimbje veshi, dhimbje qafe, dhe ai gjatë hulumtimeve ka konstatuar që ka të bëjë me këtë sindromin të cilën e ka përshkruar. Tani Eagle Syndromi është ndahet në dy forma ose dy kategori. Kemi Eagle Syndromin klasik, që shoqërohet me dhimbje fyti, ato që i përmendëm, dhe Eagle Syndromi i cili ka lidhje me vaskulare. Ka lidhje me anë gjakut të cilët shkojnë e vaskularizojnë trunin, dhe ato simptomet, ato shendjet janë pak më dalluese. Në ato raste kemi të bëjmë me marramendje, me shtrëngim qafe, me pagjumësi, kokëdhimbje, shtrëngim ose ndjesia trupit huaj në fyt, kështu që nëse i kombinojmë edhe ato simptomet bazike, dikun janë 6 dhe 7 simptome që i jep Eagle Syndromi. Sipas tij, vështirësia kryesore qëndron në faktin se kjo sindrom shpesh ngatërohet me probleme të tjera, duke vonuar diagnozën. Në rastet kur përfshihen struktura vaskulare, situata kërkon vlerësim të kujdesshëm dhe trajtim të specializuar. Them drejtën, Eagle Syndromi në rajon, më duket deri më tani trajtoj vetëm unë. I kom operu disa raste, 16, jo që nuk ka pas raste tjera, sepse sipas kësaj popullate që ka Kosova me Eagle Syndrom simptomatike, dikun do të jetë 400 numri pacientëve. Mirë po diagnostifikimi dhe ankesat e tyre zakonisht trajtohen gabim. Dhe gjitha këto ankesat që janë të passhpjegume, që i përmendëm këto simptome, këto duhet të drejtohen ekspertit për diagnostifikimin e tyre, sepse të gjithë kanë këtë sindrom. Ata trajtohen me analgetik, trajtohen me si spondilozë, domethënë me diagnozat gabuara, mirë po në realitet është Eagle Syndromi. Thash që numri i operacioneve është dikun 16, dhe tash kam realizuar 16 operacione. Prej tyre janë 4 ndërkombëtar. Është një pacient e Myanmarit, Tazis, ka punon në UN.
Aja ka vujt për Eagle sindromi dikon 12 vite. Dhe është trajtu plotësisht gabim, është trajtu si migren, si spondyloz, si artrit. Edhe kur ka ardhur në vizitë të unë e kom diagnostifiku, e kom operu në djanë, sepse Eagle sindromin e shkakton procesusi stiloid i rritun që del prej ashtit temporal. E kom diagnostifiku edhe e kom operu në djanë. Mandej kam një rast të Londrës, një punëtor i yni, në realitet 2 rastet Londrës, një punëtor i yni cili ka vujt ashtu 7 vite. Është trajtuar në qendrën klinike universitare të Londrës, të mjeku familjar, të neurologu, ka marrë hormone terapi të ndryshme, mirë po shkaktar ka qenë Eagle sindromi. Është edhe një rast tjetër i Londrës, një ushtarak, i cili edhe ky me shtetësi angleze, mirë po shqiptar, edhe ky ka pas njëjtat simptome, është diagnostiku dhe kom operu, dhe është një rast prej Moskve, i punon në burin vën, punon edhe aja në vën, edhe ja ka vujt dikun 8 vite për Eagle sindromit. është trajtu në forma ndryshme, po asë njëherë si Eagle sindrom, kështu është diagnostifiku, ka pranu të operohet, mirë po, më duket shteti i Rusisë nuk i ka në drejt më operu në Kosovë dhe nuk di fatin e saj. E tash kush e shkakton Eagle sindrom? Etiologjia. Etiologjia është e paqartë, si të çdo sindrom tjetër. Këto kemi rritje të procesusit stiloide. Kush e rrit procesusit stiloid përshkruan si trauma postoperative, faktor të trashëgues, sepse në fund të procesusit stiloide kemi ligamentin stiloid, i cili e shoqëron me kalcifikime atë pjesë dhe edhe në rastet kur ligamenti stiloid është i kalcifikuar, edhe pse procesuset stiloide nuk janë të rritur në tej mase, atëherë ato dhon simptome dhe duhet të operuar. Përmes imazheve, ai tregon saktësisht se ku ndodhet problemi dhe pse simptomat mund të shfaqen në forma të ndryshme, nga dhimbje të vazhdueshme deri në shqetësime më serioze. Kjo është koka ose ashti i kokës, ashti temporal në djont, dhe këtu fillon procesusi stiloid, i cili normalisht duhet të jetë 2.5 cm. Mirë po shiqoni sa është gjatë kjo. 4.65 cm, 5.12 cm, dhe kjo është fyti. Në qoftë se kjo nuk operohet për një kohë mas disa viteve, kjo procesusi stiloid, kum pa pacient që ka dalë jashtë te gryka dhe ka penguar edhe gëlltitjen e ushqimit. Dhe këto janë ato procesuset stiloide të cilat duhet të largohet. Tash, kjo tregon raporti mes procesusit stiloid, e shihni? Procesusit stiloid dhe arteria carotis interna. Që çfarë pozite ka ardhur? E kap arterën carotis interna, e kap në 2 segmente. Segmentin fillestar këtu të bifurkimi, ku këtu janë ata receptorë që thash shkaktojnë bradikardi, dhe kap edhe segmentin e tretë arterës carotide interna, që është bën edhe këtu një king për shkak shtypjes që i ka bën procesusi stiloid. Ky është operuar në dy anë. Ky është procesusi stiloid i nxjerrur me si është operuar, largu, domethënë duhet nga baza, se nëse nuk largohet i tëri, por jetë një segment këtu dhe vrasësia e këtij segmenti mund të shkaktojë shumë probleme të arteret dhe venat, mund t'i lëndojë gjatë lëvizjes të kokës pacientit. Kështu që procesusi stiloid duhet hiqet nga baza. Kirurgu vaskular thekson se zgjedhja e trajtimit varet nga ashpërsia e rastit, nga ndjekja konservative deri te ndërhyrja kirurgjikale, e cila kryhet në mënyrë të kontrolluar. Duhet sekur që nuk operohen gjitha rastet që kanë procesuse stiloide të gjata mbi normë. Operohen ato rastet që janë simptomatike, sepse në fillim përmendëm që në botë ka 4 deri në 7%, mirë po si
raste simptomatike, si raste që duhet të operuar, në atë përqindje hynë 4 dhe në 7 dhe në 10% të asoj përqindje që e thamë e lartë. Tash sa është normale tjetë një procesus stiloid. Deri 2.5 procesus stiloid, i cili ka edhe ligamentin jo të kalcifiku, nuk preket. Duhet përsjell me terapi, me analgetik, me antiinflamator, me ushtrime fizikale dhe duhet pritur sa deri kur po rritet procesusi stiloid. Në qoftë se kalon 2.5, në disa vende gjen literaturë 3, diko 2.5 dhe kalon atë gjatësi dhe ka simptome pacienti. Simptome të paspjegume. Mirë po tonë ditën duke u ankuar në dhimbje të qafës, dhimbje të fytit, ndjesia të mbeturit në fyt, tinitusi ose ushtima në vesh, marramendje. Ata pacientë janë simptomatik dhe duhet operuar. Duhet operuar edhe rastet të cilat kur i bëhet se një prej metodave kryesore të diagnostifikimit të saj është 3D CT-ja. Ato shifet mirë po në raste të kirurgjia vaskulare, kur kirurgu vaskular dëshon që ka problem ose afërsia e procesusit stiloid shkon koalizion me është shumë afër arteres, sidomos arteres karotide interne, e cila vaskularizon trunin, atëherë edhe në qoftë se nuk është simptomatik pacienti, se pacientja duhet largohet procesusit stiloid, sepse kemi rastën në Kosovë, që ka pas procesus stiloid në dy anë dhe ka qenë asimptomatik, mirë po gjatë notit, gjatë punës fizike, në realitet e ky ka ndodhur gjatë notit dhe procesusi stiloid ka ardhur në koalizion me arterien karotis interna, arteria karotis interna është pulsative me presion, atëherë fërkimi mes procesusit stiloid dhe arteres qënë deri te diseksioni i arteres, e kur bëhet diseksioni i arteres karotide interne që vaskularizon hemisferën e trunit, atëherë gjaku futet në lumenin e rrejshëm, truni mbetet pa gjak, vjen deri te paraliza. Kemi një rast tillë në Kosovë, ka ndodhur vitin e kaluar. Pacienti nuk e ka ditë që ka procesusit stiloide, nuk e ka ditë që ka Eagle syndrom. Kështu që pacient që janë simptomatik duhet të operohen gjithësisht, mirë po edhe pacient që kanë Eagle syndrom ose procesusit stiloide të rritura mbi normalen dhe që vinë në koalizion me enet e gjakut qafës. Kemi një rast kur procesusi stiloid është nërë në bifurkimin e arteres karotide. Bifurkimi është aty ku ndohen dy arteret, arteria karotis interna dhe arteria karotis eksterna. Në mes, aty të ndarja në ata receptorët të cilat nëse preken gjatë operacionit në gjatë punës, shkaktojnë bradikardi, ngadalsojnë të rrahunin e zemrës. Dhe pacienti i tillë ka pas një bradikardi të paspjegume. Edhe pse zemra ka qenë në rregull, sipas kardiologut, sipas gjitha ekzaminimeve, pacienti është dashur të operohet pikërisht për shkak të bradikardisë, si shkaktar ka qenë Eagle syndromi ose procesusi stiloid. Mosha më shpesh të procesusit ose të Eagle syndromi është 20 deri në 40 vjeç, i atakon më shumë gjenin femërore se sa mashkullore, dhe unë ku më operu në këtë mosh, prej moshës diku 22 vjeçare deri në moshën 55 vjeçare, kam pacient që kam operu. Kur gjitha diagnozat tjera eliminohen, domethënë mendimi i mjekut të rrjedhës është që nuk ka probleme me fyt dhe me vesh. Mendimi i neurokirurgut është që nuk ka probleme me unazat e qafës. Mendimi i neurologut është që nuk ka probleme me tru. Domethënë, Eagle syndromi është diagnozë përjashtuese. Është nën diagnozë dhe atëherë ata pacientë duhet të drejtohen ekspertit që mirët me këtë problematik, në anamnezë me diagnostifikimin e tyre vendoset për ndërhyrje. Ndërhyrja mbahet shumë prej ashpërsisë së simptomeve. Qofse
simptomet kanë një ashpërsi të lehtë ose nuk kanë fare ashpërsi, atëherë ato pacient trajtohen me terapi konservativ, me analgetik, me terapi fizikale, me terapi antiinflamatore, ndërsa nëse simptomet fillojnë dhe ashpërsohen, ose janë simptome ashpërsuese, atëherë duhet trajtohen kirurgjikisht. Janë dy qasje kirurgjike, është orale, domethënë qasja përmes gojës, dhe është qasja e jashtme që ne e preferojmë më shumë, sepse ai terren është më i përshtatshëm për punë dhe mundësia e infeksionit të qasjet e jashtme është e pak, ndërsa mundësia e infeksionit të qasja orale është më e madhe për shkak të florës bakteriale që e përmban goja dhe dhëmbët. Është si operacion, është mjaft i ndërlikun, duhet ta bëj eksperti që ka njohuri, që njeh atë region anatomik mirë, sepse komplikacionet janë fatale në tavolinë. Mund të lëndohen nervi facial, mund të lëndohet nervi trigeminal, mund të lëndohet nervi vagus, mund të lëndohen enë të gjakut që janë vitale për njerin, dhe mundësia manovrimit në atë hapësirë ku gjendet procesuesi stiloid është shumë e kufizuar. Domethënë çdo lëndim është fatal për shkak pamundësisë që manovrimit apo preparimit të në literaturë ku më gjet një fjali ku thuhet që aty ku del procesuesi stiloid, ata dy nerva që dalin nga afërtina, kanë thonë thojza që ne nuk dojmë as me na pa, se le me na prek. Domethënë ajo është pjesa shumë e ndihshme, sepse mund të vjen deri te paraliza facialisit, mund të vjen deri te lëndimi trigeminusit që shkakton dhimbje të mëdha të përhershme kronike, mund të lëndohet nervi vagus, i cili është përgjegjës për sistemin gastrointestinal, mund të lëndohet arteria carotis interna që çon gjak në trup, mund të bëhet diseksioni, do të pas diseksion gjatë punës, mund të lëndohen sistemi venoz, kështu që është një terren tepër i ndihshëm dhe shumë i rrezikshëm për kirurgun, për njëjtën kohë për pacientin. Zgjatja e operacionit tonë është dikon 30 minuta. Asnjëherë s'kam pas komplikacione. Gjithat kanë shku mirë, por nuk do të thotë që mund me pas edhe komplikacione. Rekuperimi është 24 orë, pacienti rrin në spital 24 orë, mandej shkon në shtëpi, nuk preferohet operimi i dënshëm në njëjtën kohë, mirë po do të operohet edhe ana tjetër, sepse procesuesit stiloide janë tamam si shqiponja dhe ato duhet largohen pas një muaji ose dy edhe anën tjetër. Doktor Olluri ka prezantuar këtë temë edhe në një simpozium shkencor në New York, ku është ndalur te rëndësia e diagnostikimit të saktë dhe trajtimit të Eagle syndrom, duke ndarë përvojën klinike dhe qasjen bashkohore në menaxhimin e kësaj sindrome të rrallë. Në New York i kom prezantu Eagle syndromin dikon 2022 për kirurgjinë vaskulare të atij simpoziumi, është një simpozium ndërkombëtar, ndoshta ndër simpoziomet më të mëdha, jo ndër, po është simpoziumi më i madh në botë i kirurgjisë vaskulare. Atë titulli i punimit ka qenë shumë interesant për kirurg vaskular, sepse në vende të tjera këto i prezantojnë disiplina tjera, për shembull neurokirurgu, mjekullës, dhe titulli ka qenë ndikimi i Eagle syndromit në vaskulare, domethënë në arteriet karotide. Sepse ajo është e rrallë, dikon 0,2% krahasuar me këtë formën klasike, dhe ata pacientë që i kom operuar atëherë kanë qenë duket 13, tash janë bërë 16, i kom prezantu në atë simpozium. Ka zgjuar interesant madh, sepse kirurg në botë që mirën me trajtimin e Eagle syndromit janë shumë të rrallë. Dhe një numër kaq i madh me një vend kaq të vogël
është pak interesant, mirë, po nuk kanë qenë gjithë pacient të Kosovës, kanë qenë pacient edhe ndërkombëtar që janë operu këtu. Po mesazhi kryesor është pacient që kanë ankesat pa shpjegume, kanë simptomet pa shpjegume, që bredhin prej klinikës klinik, prej mjekut mjek dhe nuk gjenë zgjidhje. I kanë këto simptoma, marramendje, tinnitus, ushtim vesh, ndjesinë të mbeturit në fyt, domethënë si trup i huaj, mandej dhimbje orofaringeale ose të grykës ose të fytit, më thonë në popull, dhimbje koke që shpesh ngatrohet me migrenë, dhimbje syri, ndjesi jo pacienti e ndin veten jo konform gjatë ditës, pa gjumësi, duhet t'i drejtohen ekspertit që mirën me këtë patologji, sepse mund ndodhë që ata kanë Eagle syndrom dhe nuk e kanë zbulu. Se thash në Kosovë mund t'jenë dikon si pas popullatës, si pas kësaj përqindje që në literaturë botërore, mund t'jenë 400 pacient të cilët e kanë këtë sëmundje dhe nuk e dinë. Dhe me një operacion me një prerje të vogël, me një kohë shumë shkurt, kryet operacioni, kështu që për mu tash është operacion shumë i lehtë për me operu. Edhe në fillim, kur e kom bën rastin e parë, nuk kam pas panik, sepse atë gjën ka kalon Eagle syndromi, ka kalon procesusi stiloid, ne e trajtojmë përmes operacionit të arterëve karotide. Kur pacienti ka shumë ankesat të përditshme, edhe nuk ka zgjidhje, merr barna, kështu që do ta ketë Eagle syndromin. Ai nuk shërohet me terapi konservative, nëse simptomet e tij janë kështu të acarune dhe operacioni është zgjidhje e mirë. Doktor Olluri deklaron se njohja e hershme e Eagle syndrom dhe diagnostikimi i sakt janë thelbësore për të shmangur komplikime dhe për të garantuar një trajtim të suksesshëm.